Zëvendësdrejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Miloš Terzić tha për radio-televizionin e Serbisë se përvojat e të ndaluarve në Vidovdan në Gazimestan janë tmerruse dhe se ata dëshmojnë dhunën brutale të policisë. Ne besojmë se kjo është një vazhdim i politikës antiserbe që Albin Kurti po zbaton për vite me radhë, tha Terzić. Avokati të ndaluarve Nikola Todorović deklaroi se nuk është e qartë mbi çfarë baze klientët e tij u shpallën pajtor. Ata akuzohen për shkelje të rendit dhe qetësisë publike duke kënduar dhe brohoritur këngë që shprehin përkatësinë e tyre fetare dhe kombëtare, megjithse ato këngë nuk ishin ofenduese ose të drejtuara kundër askujt, tha Todorović. Përfaqësuesit e organizatave të veteranëve në Kosovë besojnë se vendimi për të shtyrë gjykimin e udhëheqësve të UÇK-s në Hagë për 16 shtator është i papranueshëm, absurd dhe nuk ka të bëjë fare me drejtësinë. Ata paralajmërojnë protesta dhe sipas presidentit të organizatës Gucati, me 16 shtator në orën 10 kur është caktuar vendimi, rrugët e Hagës dhe Prishtinës duhet të jenë plot me shqiptar. Më parë, dhomat e specializuara të Kosovës njoftuan se vendimi në rastin kundër ish udhëheqësve të UÇK-s do të shpallet me 16 shtator dhe jo në korrik siç pritej për shkak të kompleksitetit së çështjes dhe sasisë së provave që paneli duhet të shqyrtojë. Avokati dhe ish prokurori ushtarak Dragan Pashić në një intervistë për Kosova Online pohon se shumë pengesa në rrugën e riintegrimit të gjyqtarëve, prokurorë dhe stafit administrativ serb në sistemin gjyqësor të Kosovës. Pashić kujton se marrëveshja e Brukselit e vitit 2013 si dhe ndryshimet pasuese të vitit 2015 përcaktojnë që mbajtësit e posteve gjyqësore në sistemin gjyqësor të Kosovës duhet të jenë gjithashtu serb, por ai thekson se është e qartë se kjo nuk po respektohet. Ai thekson se nëse miratohet propozimi i presidencës në detyrë të Kosovës Albulena Haxhiu që institucionet gjyqësore pa vonesë të zgjidhin çështjen e dorëheqjeve, pasoja do të jetë se nuk do të kemi përfaqësues të komunitetit serb në to. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se emri i saj nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë pengesë për krijimin e institucioneve në Kosovë. Ajo tha se do të vazhdojë të mbrojë integritetin e punës së saj dhe interesat e Kosovës pavarësisht nëse kryen një funksion institucional. Do të jap kontributin tim pavarësisht se ku ndodhem, nuk po përhiqem nga skena politike pavarësisht dëshirave të disa individëve. Jam shpallur politikisht e vdekur qindra herë në parti të ndryshme deri me tani, por kjo nuk do të ndodhë, tha Osmani. Një protestë e re përpara ndërtesës së parlamentit në Shqipëri filloi sot para fillimit të seancës plenare. Demonstruesit hodhën vezë dhe miell drejt automjeteve të deputetëve, me pas u përpoqën të thynin korridorin e policisë të vendosur përpara ndërtesës së parlamentit. Policia përdori sprej me piper kundër protestuesve që u përpoqën të thynin gardhin metalik. Disa pjesëmarrës të protestës u arrestuan. Ky dobim është vazhdim i protestave që janë mbajtur prej 32 ditësh në bulevardin Herojt e Kombit kundër planit të investimeve në Zvernes. Demonstruesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Nën kryetaria e Parlamentit të Serbisë dhe kryetaria e Komisionit për Integrimin Evropian Elvira Kovač tha për Euronews se shpreson se Serbia do të shfrytëzojë sa më shumë momentin kur Irlanda e merr presidencën e Këshillit të Bashkisë Evropiane dhe do të zhbllokojë procesin e pranimit. Ambasadori i Irlandës në Serbi, Kevin Colgan, deklaroi para Komisionit për Integrim Evropiane në Parlamentin e Serbisë se vendi i tij mbështet fuqimisht procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe se Serbia ka kapacitete për të përparuar në integrimet evropiane. Moti është dukshëm me i fresjet me reshjet e herë pas hershme, ndonjëherë me intensitet të fortë do të vazhdoj edhe nesër. Sërish me diell dhe i ngrohtë do të jetë përfundjavë, temperatura deri në 27 gradë Celsius.